Pak e kemi tepru dhe panalizu si temë, që i kërkoj falje moderatori që është i vetëm të sonte, edhe krejt burra që jënë të na po. Kur paneli ma bukur nuk o do. Po na duke, po nuk dojmë ataku sonte, asë njënë në gjini. Po, unë mendoj që qenërit pavarur vjen nga ajo individualja në endë parë, se duke mendu që ka dojmë nga vetja, sa kontribuojmë për tjeret edhe për vetën, kështu që nuk e kisha ndarë shumë në gjini, ose jo në raste individuale, tek njerëzit që shëndjehen, që ka mendojnë si vjen pavarësia e një personi. Dhe të thotë si pas te nuk lidhet me pjesën gjinore, po nga individet? Jo, nuk e kisha lidh me pjesën gjinore, nga individet, nga ajo se që ka na dojmë për vetën, për jetën, si e fillojmë ditën në endë parë, sa jemi të pamvarëra si gra, si femra, si nana, kjo më varet. Falmira, për ty? E shumë pak më ndryshe, se sa bara polcja, sidomos në vendin që jetojmë na, pa u tinglu si shumë dhe më thonë feministe, po nuk varet do më thonë vetëm prej individit. Janë shumë faktorë dhe realisht është temë shumë e ndihshme. Ka shumë faktorë, sidomos do më thonë nëse veç dojmë u zhvillu është faktorët ekonomik, faktorët shoqëror, kulturor edhe faktorët do të të ligjor. Gjatë që për të fundit, do më thonë mundemi me thonë që jemi në rregull, sepse femrat në Kosovë do të jemi në barazi gjinore me burrat, në bazë të kushtetutës edhe ligjit. Mirë po sa ma ndej zbatohet ajo, aty ma ndej kalon në individuale, ndërsa të pjesa ekonomike, e dim që në çdo vit e më tepër do të thotë numri i grave të punësuara veç po rritet, do të thotë kemi shumë gra që janë do të thotë marrin një pagë, janë në ndërmarrësi, në biznese, e plot vende kyçe. Mirë po prapë, si pas statistika, jo diçka që e thamone, nuk është që jemi të nivel të barazum me gjinin e kundërt. Mandej pjesa në aspektin kulturor dhe shoqëror, e dim të thotë që shumë mirë nëse flasim vetëm për vendin ku jetojmë ose shoqërinë që na rrethon, e dim që nuk është ky realitet, sepse në shumë vende thamë rurale, akoma janë do të thotë, akoma funksionojnë ose janë kulturat alo patriarkale që gruaja nuk ka drejt me vendos për vetën e vetë. Është temë, e thash që është temë e ndihshme edhe është bukur shumë e zhvilluar. Ndërsa sa i përket aspektit shoqëror dhe politik, atëherë po kemi me çka mumbur, sepse po flasëm çdo herë për vendin tonë, që jemi një vend shumë i vogël, kemi shumë suksese në këtë aspekt, kemi shumë gra të fuqishme në ekonomi, në biznes, në politik, në art e tjera. Mundem me thonë që nuk jemi plotësisht të plotësuar këtë aspekt, mirë po nëse veç i krahasojmë me vendet në rajon, s'po duam me bë krejtëze, prapë jemi mirë. Jemi mirë.